të dashur të Malishevës, vëllezër e motra, i nderuari Valen Hoti, kandidat i linje në Komitatin e Aktës Ekonomike të Malishevës. Me Valen Hotin, Malisheva vihet lart. Fitoria e Valen Hotit është fitoria e Malishevës. Fitoria e Malishevës është fitoria e Republikës Kosovës. Kur Valori thotë, uji për çdo shtëpi, për çdo fshatë, për çdo lagje, ai nuk po premton ëndra, ai po garanton një të drejtë themelore. Dhe unë si kryeminist, në emër të qeverisë së Republikës Kosovës, e them këtu para jush që ky premtim do të bëhet realitet, sepse një Malishevë pa ujë për ambjestri, bujqësi e industri është një padrejtësi që nuk tolerohet. Një epokë të re të komunën e Malishevës, një epokë që fillon me drejtësi, barazë dhe shpresë, bashkë me lëvizjen për Malishevën tonë në 12 tetor, le të valoj fitoria e Valonit. Gjoku i një qytetarit të Penamisës, Valon Gjoku se të një qytetarit të Malishevës, për fitore me 12 fitorit të Malishevës. Zëri juaj nuk mund të ndalet nga. Plaka e ndryshimit është ndezur. Malisheva ka vendosur. Ndryshimi është i pashmangshëm. Fitoria është e sigurt. 12 fitorit në Rota, Petjetës, Pita, 105 numri fitores, lëvizja të vendosjes, bula fitores, Albin Kurti's garancia. Ju falenderit dhe miru pafshim në festën e fitores madhe me 12 tetor që ora 8:30 në Malishevë, aty ju të gjitha zemrat do të rahin për fitores e vendosit, për fitore gjithë qytetarëve të Malishevës. Falenderit e miru pafshim.